Shikues të nderuar, po rikthehemi me një episod tjetër të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi ish deputetin e Republikës së Kosovës, Eman Rahmoni, i cili së fundmi është bashkuar në listën e PDK-s. Eman, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta dhe të faleminderit për ftesë. Eman, zgjedhjet e fundit keni garu me koalicionin për familje, ku kom bashkimi 4 grupeve konservatore, edhe i keni arrit mbi 20.000 vota, domethënë në nivel nacional. A i ndo i knasht me numrin e votave që e keni marrë? Po, absolutisht numri i votave ka qenë një vlerësim i jashtëzakonshëm për punën që kemi bërë si koalicion i përgjithshëm, mirë po edhe si grupi deputetëve që kemi qenë pjesë atij koalicionit, për çka jemi falendëruar edhe jemi mirënjohës çdo herë, votuesit edhe mbështetësve të kauzës për familja që ka qenë edhe që do të jetë në vazhdimsi çdo herë në angazhimin ton politik. Ka qenë një periudhë e shkurtë e angazhimit, por që ka qenë një rezultat jashtëzakonisht i mirë edhe me merita për mos e arritjen e një formimit të një qeverie apo vazhdimit të një qeverisje e cila ka qenë kundër familjes edhe kundër qenies së njeriut, çfarë ne konceptojmë që duhet jetë me gjitha normat morale, edukative, por çka brez pas brezi janë angazhuar, kanë luftuar, kanë punuar. Kështu që jashtëzakonisht krenar edhe për rezultatin që ne kemi arritur, edhe për produktivitetin që e ka dhënë ai angazhim, duke pamundsuar formimin e një qeverisje e cila do të vazhdonte me qasjen e njëjtë, për shkak që kemi pa edhe pa qenë ose pa u formuar qeveria e re, ajo ka vazhduar avazin e njëjtë duke sponsorizuar paradat e krenarisë, në thojse apo i quajnë në qysh ata i quajnë. Do të thotë gjatë këtij vitit financues për shkak të ndërprerjes së fondeve të USAID-it për ato kategori ka qenë Ministria e Kulturës, apo Ministri Ajrullah Çeku dhe Qeveria e Kosovës, apo ish kryeministri Albin Kurti. Domethënë, edhe mbasi humbi zgjedhjet apo nuk arriti të marrë shumicën siç ata garonin, ka vazhduar ta avaz të tij për cilën ka filluar tash 5 vite e më shumë. Por që jam shumë krenar që bashkarisht kemi arrit me pamundsu një formim të një qeverisje të tillë e cila ka rreziku jashtëzakonisht shumë organizimin e familjes tradicionale shqiptare. Thu që e ka vazhduar avazin edhe pse si ka fituar zgjedhjet. Ai bie këtë që e ka bindje personale? Në këtë pikë unë mendoj që as ka nevojë me jap interpretim për shkak që ai është deklaruar vetë publikisht që ajo është bindje e tij, është një vlerë për shoqërinë që ai e sheh dhe si e sheh, por çka edhe unë si jam pjesë e atij organizimi politik edhe asaj ideologjie çfarë ata i përkasin edhe çfarë kanë filluar të arreshtohen edhe të angazhohen të punojnë. Kjo ka qenë pikërisht arsyeja pse unë jam larguar prej atij organizimi politik, edhe për çka po angazhohemi për ditë që të kemi një zgjidhje tjetër apo ofertë për qytetarët e Republikës së Kosovës, e cila del krejtësisht në anën e kundërt të veprimeve të tyre, pra në mbrojtje të familjes tradicionale, familjes ku ka nën, ku ka bab, ku angazhohen bashkarisht për gjitha sfidat, problemet, sukseset, gëzohen, gëzime bashkë, hidhrohen edhe i ndajnë edhe hidhrimin e përbashkë si familje, çfarë jemi mësuar të kemi çdo herë. Koalicioni për familjen u po me shpresë të mëdha të konservatorët, të votuesit konservator, domethënë pas strukturë, me një fushat shumë të shkurt, arriti me bë mbi 20.000 vota. Çka shpresë u thyej, edhe pse nuk u kon një subjekt i vetëm, pra ato janë kon 4 grupe, pse nuk vazhdoi tutje? Po e para si koalicion nuk kanë qenë 4 grupet konservatore. AKR-ja është parti liberale, e cila njihet edhe ka qenë antare. Domethënë edhe pse brenda saj elektorat ka pas shumë konservativ, po edhe njerëz që janë angazhuar kanë qenë kryesisht konservator, cilët kanë jepur një kontribut të jashtëzakonshëm gjatë kësaj arrugtimi që kishim në zgjedhjet. Kem bë analizën, e kem pa që është e pamundshme me vazhdu në të ardhmen për me ngrit, me rrit masën elektorale si organizim i tillë, edhe mbas zgjedhjeve duke i rrusit cilit suksese kemi vendosur të vazhdojmë ashtu që ka qenë secilin e rrugtimin e tyre, por që unë i falenderoj për punën e angazhimin deri në atë periudhë, i kam falenderuar edhe në takimin që kemi pas, kështu që ajo është një histori e mbyllur, në cilën kemi jap një angazhim përbashkë gjithë, është rezultati i cili është, mendoj që është rezultat që i ka dhënë dobi vendit edhe shoqërisë, për shkak se ka parandaluar një të keqe shumë të madhe që ka mujt me ju bë familjes në përgjithësi.
edhe që besoj që secili e vazhdon këtë kauzën, por në rrugën çfarë ata e shohin angazhimin e tyre politik. Do të thonë, nuk ka pas mos pajtime për menej të mëdha, në aspektin që me vazhdu tutje, ose su diskutuhet që a me vazhdu tutje jo. Jo, ka qenë vetëm një takim ku kemi falenderuar njëri tjetrin, kemi folë për mangësitë organizative, cilat edhe ato që unë personalisht kom pas që është e pamundshme me pas organizim të përbashkët, të suksesshëm mbi ato se çka kemi arrit deri ato. Kështu që unë kom vendosur që me vazhdu rrugën me grupin e deputetëve dhe njerëz tjerë cilët më jam bashku gjatë rrugtimit për me trajtu edhe për mu angazhu këtë rrugtimin çfarë edhe kauzën të cilën ne kemi pasur edhe gjatë 4 viteve si deputet të qenë në Kuvendin e Kosovës, por edhe në vazhdimsi prej mbas dorëheqjes tonë nga ai subjekt politik. Alo po bu një vetë, do më thonë prej zgjedhjeve nacionale të kalume, erdhën zgjedhjet e reja. Ajo nxuni pak pa përgatitje? Pa përgatitje jo, sepse do më thonë, sidomos këto 5-6 muajt e fundit u pa që s'është në rregull diçka. Unë kam qenë shumë ma menoj, jo vetëm unë, po edhe për vendin i çdosh të formohet një qeveri, edhe të ketë institucione për 4 vite, mbas 4 vite nuk jam domethënë mbështetës i shkumjes zgjedhjeve të parakohshme asnjëherë, menoj që është njëra prej faktorëve që dëmton shumë vendin, domethënë se ka pengesa të mëdha, periudha të mos stabilitetit, njerëz për shkak që ju rrezikohet pozita, janë në gjendje me bëj gjithçka për përfitime, çka do të qofshin se e din që në të ardhmen nuk i vjen prapa ajo mundësi për me e bë. Ka shumë arsye të cilat i dëmtojnë edhe i japin efekt negativ në qeverisje. Mirë po u pa që vendi po shkon drejt zgjedhjeve sepse nuk kishte barrikadim, domethënë në proces të gjetjes së një zgjidhje, por që situata çfarë u kriju edhe momentumi që u kriju ka qenë vetëm një zgjidhje që të shkohet në zgjedhje dhe të ketë një rikonfirmim të elektoratit ose pozicionim çfarë ata e shohin në qeverisjen të ardhmen, e që të shohim tash këto zgjedhjet e 28 dhjetorit. Po, do të thonë, në muajin që shkojnë, muajin nëntor, keni pas takime me disa prej partive ose me përfaqësues disa partive. Me cilat parti jeni taku konkretisht? Jem taku me gjitha subjektet parlamentare. Do thotë edhe përfshi edhe vetëvendosjen. Edhe vetëvendosjen, edhe PDK-n, edhe LDK-n, edhe AK-n, edhe për çka i falenderoj për konstruktivitetin edhe gatishmërinë për takime për vlerësim. Do thonë kriteret kanë qenë të njëjta ndaj secilit subjekt politik, nuk kemi pas kriteret ndryshme për një subjekt ose një tjetër. Mirë po ju kemi informuar që në fund vendosim si grup organizativ se me cilin shkojmë për koalicion edhe çka na e shohim. Përveç vetëvendosjes e cila nuk ka kthy përgjigje në kërkesat të cilat ju kemi jap, gjitha subjektet tjera i kanë pranuar gjitha ato kushte të cilat na ju kemi kërkuar aty në për me bashkëqeverisë për 4 vitet e ardhshme. Për çka i falenderoj jashtëzakonisht shumë me thonë drejtën, për shkak që për herë të parë kom pas subjektet politike një afrim edhe një hapje ndaj njëri tjetrit edhe konstruktivitet në diskutim përmbajtësor rreth asaj se çka na përfaqësojmë, që besoj që për të ardhmen do të jetë një hapësinë shumë e mirë për gjithë ata që angazhohen me kauza të tilla, sepse shpesh herë kemi bërë propagandën edhe mediale duke munduar me na vendos në ekstremizme të ndryshme, shpesher kanë kriju edhe narrativ ku subjektet politike kanë hezituar me pas bashkëpunime të tilla, qoftë me individ të ndryshëm, qoftë me organizime politike, por që besoj që edhe puna që ne kemi bërë për 4 vite në kuvend, raportet që kemi pas me deputet, punën që kanë pa edhe angazhimin tonë nga afër, ka qenë edhe një indikator që kanë vlerësuar edhe punën profesionale edhe angazhimin tonë, edhe mundësinë në kontributet përbashkëta të shoqënisë në përgjithësi. Me çfarë kërkesa specifike keni shkuar, mundna mi bë publike? Po janë kryesisht kërkesa të cilat I kemi pas si premtime në fushatën qendrore, absolutisht janë çështjet e mbrojtjes të familjes, janë çështjet e natalitetit, zhvillimit ekonomik, çështja e arsimit, shëndetësisë, më thonë është një implementim I përgjithshëm I programit, po duke harmonizuar edhe me linjat e subjekteve politike të cilat I kanë tash, domethënë veç kemi fillu punën përgatitore të harmonizimit programeve edhe futjes të atyre temave të cilat na I shohim në programin qeverisë të
e Partisë Demokratike të Kosovës janë duke i finalizuar në aspektin përmbajtësor po flas, po sepse në pikat kyç edhe ato të rëndësishme është pjesë e marrëveshjes që veç e kemi në shumë. Do thotë për 4 partive të mëdha, veç vendosja nuk është që ka pranu, se më thonë më saktë nuk ju ka kthy përgjigje. E çka buni që me zgjedh për 3 partive për dykën? Pse ju lë dykën ose okën? Po, është e vërtetë që vetëvendosja nuk ju është kthy pas një përgjigje kërkesave të cilat i kemi dhënë ndaj tyre. Kam shpresuar që kanë ndryshuar mendje në agjendën që e kanë kundër familjes. Për shkak që e di që aty ka njerëz që kanë angazhimin politik në mbrojtje të familjes, mirë po fatkeqësisht edhe për shkak të veprimeve, edhe për shkak të një qasjes edhe në këtë raport, domethënë shifjet që nuk e kanë ndërmend të lëvizin nga pozicionet të cilat i kanë pas në këtë agjendë. Pse me PDK-n në këtë koalicion, mendoj që njëna prej faktorëve kryesor është edhe zgjedhja e kryetarit Bedri Hamza si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Mu ka vrastis me bashkëpunu edhe në aspektin profesional në 2 mandate so kam qenë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, një në Komisionin për Mbikëqyrje të Financave Publike, pastaj në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transferet, derisa është zgjedhur kryetari i komunës së Mitrovicës, por edhe si kryetari i komunës kam për shkak të bashkëpunimit në momentin që mendoj që ka pas nevojë për mbështetje si deputet, kam shkuar, kam vizituar, e kam takuar edhe i kam ofruar ndihmën për sidomos gjatë vërshimeve, kam qenë aty me disa miq ku kanë dërguar mbështetje si komunë edhe për qytetarët që kanë qenë prekun, e vlerësoj si një figurë unifikuese, për çka ka shumë rëndësi në këtë periudhë ku po jetojmë, edhe në këtë momentum politik çfarë është kriju prej pushtetit, mendoj që unifikimi edhe ndalja e krejt kësaj gjuhës të rrjetjes, linçimit, propagandës, ndamjes shoqënisë në 2 tabore, që ai që spajtohet si me mu është me listën serbe, është me Radojqiqin, është me këta, domethënë ka kaluar në një gjendje ku ti je një person të komunikuar, një djalë i dëshmorit, të thonë që ti je domethënë me Serbin, edhe ati që ka luftu, edhe ka marrë plagë të luftës, si thu ti je shërbëtor i Serbisë. Ai shkruan prej Facebookut edhe kur në jetën e vet një kontribut për vendin e për shoqërinë se ka dhënë, por ja mundson sa rrjetet sociale në këtë momentum mendoj që ka qenë shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë me dikë i cili paraqet edhe një figurë të unifikimit dhe largimit prej kësaj gjuhës së urrëties e cila e ka plu, po e them, vendin ton, e që është e financuar, sponsorizuar edhe prej pushtetit tash 5 vite, nuk e di ku ja kanë qitë rrethin, po e them kështu në aspektin popullor gjuhës, por që ka me pas pasoja edhe do me shumë të mëdha në të ardhmen. E mund të është ta bëj pyetje shumë direkte kështu. Ti e kon mbrana me vendosjes. Çto polarizimi është i qëllimshëm, edhe ai ko grupe që na shta çelin profile fake, çu për hop, çu propagandu prej opozitës, edhe i shërbejnë edhe më shumë çti polarizimit. Ti thot diku na trolltor, diku na udbash. Përbes kjo, domethënë është një metodë që zakonisht partitë e majta e përdorin ku indoktrinojnë njerëz cilët edhe fillojnë me besu për mua shqetësimi dhe problemi kryesor është që ata fillojnë me besu që për i me ashtur. Mu ka raste ku më shkruan dikush që e beson që një luftëtar që kësë është shërbëtor i Serbisë. Edhe nëse ti e pyet ata si çka ka bë, ku ka bë, nuk e ka asnjë kontribut për shoqërinë në përgjithësi, po flas se jo për çështjet vetë aty në çështje tjetër. A janë mekanizma që krijohen, tash mund më duk pak këtu, domethënë jo korrekt me juve, po organizimin politik, unë prej që jo më angazhu në 2016 e kom pas të pavarur. Edhe në Prishtinë, edhe si deputet, kam qenë jo i linjës cilën ka pas organizim të mërfjallt. Kam respektuar çdo kërkesë që është ardhur për aktivitet politik, mirë po s'kam marrë kur pjesë asnjëherë në shkolla politike të vetëvendosjes. Sepse unë mendoj që nuk kemi nevojë për shkolla politike të tilla të cilat hekin për realitetit ku na jetojmë.
Shkollë më të mirë politike se sa me dalë, më marrë me hallet njerëzve dhe me hallet qytetarëve nuk ekziston. Kemi shkollat, institucionet, të cilat janë, domethënë, s'është vetëm ndosë që ka shkollë politike, kanë edhe tjerat. Domethënë, unë nuk mendoj që duhemi me investu në ideologji të tilla të cilat bojnë përplasje në shoqëni, prej çfarë do kajkov, qoftë ati të djathtit ekstrem, qoftë të majtës ekstreme, apo çfarë do të qofshin ajo, kështu që unë një mundu çdo herë me qenë konstruktiv edhe i arsyeshëm veprimet edhe në angazhimin tem politik, nuk kam pas çdo herë kujdes ndaj meje në këto veprime të cilat unë po i shoh më shumë të qenë jashtë se sa të qenë brenda. Domethënë është tash është edhe një çështje tjetër që unë besoj që ndikon këta. Domethënë pozicioni kur je në opozitë edhe kur je në pushtet ndryshon. Unë të e pa për gjatë tyre 4 vite njerëz cilët unë kom qëndru me ta në opozitë edhe cilët kishin marrë pushtet kanë qenë njerëz këtë ndryshëm, domethënë. Ose është përfaqe e asaj na çfarë ata janë, ose është tjetërsim për shkak të pushtetit, edhe në qëndrime, edhe në qëllime, edhe në veprime. Domethënë nuk për mu ka qenë e pashpjegueshme sepse unë i disha qëndrimet e tyne, domethënë i disha diskutimet që i kemi pas, edhe veprimet që cilat i bajnë janë nuk përputhen kurkun me ata siç ka edhe qysh kemi qenë, por që tash duket edhe një tentativë shumë e madhe me çdo kush me rujt pushtetin, me mbajt, domethënë janë në gjendje gjithçka me bë me veç me qëndru aty ku janë një pjesë e njerëzve, aty domethënë nuk kanë pas më punë tjetër në herë, është mbijetesë, luftë për me rujt atë pushtetin të cilin e kanë, por që këto duhet mi pas dokuvizime dhe norma morale, me thënë drejtën, të angazhimit politik, për shkak që pasojat për shoqërinë në këtë mënyrë munden me qenë skandaloze dhe të mërshme, po them, sepse po edukojmë gjenerata të cilat është vështirë pastaj se infektimi bëhet shumë më lehtë se sa pastrimi nga ideologjia dhe nga veprimet tilla të cilat munden me indoktrinu tek njerëz. Një prej kauza kryesore në ashtu që keni dalluar me vendosjen është domethënë te kodi civil, ai neni famshëm për martesat mes gjinisë njëjtë. Ai një morr vesh një farforme konkretisht me PDK-n qysh keni më vepru lidhur me kodin civil. Ishte këtu edhe domethënë edhe udhëzimin administrativ për mbulesën që se fillesë, nëse nuk jam gabim, është pikërisht prej një ministrit të PDK-s. Asnjë iniciativë ligjore e cila mbien ndesh me çfarë do lloj parimi apo çdo tentative cënimi të familjes tradicionale nuk mund të niset pa dakordim plot me neve. Kjo është marrëveshja e përgjithshme, pastaj janë specifikuar edhe çështjet për të cilat jemi të dakorduar. Domethënë nëse na ishim angazhuar, ishim bërë pjesë e një gares politike, duke pranu çështje për cilat jemi largu prej pushtetit, domethënë kish me qenë një përfaqësim politik më i ndytë që kishte ndodhur ndonjëherë në historitë e Republikës Kosovës. Që na jem largu prej një pushteti, duke mbrojt parimet, duke mbrojt familjen, edhe angazhimi jon, edhe koalicioni për familje, edhe këtu është për mbrojtje të familjes, angazhim për rujtje të vlerave edhe traditave të cilat i kemi si shqiptar, por edhe si njerëz në përgjithësi pa marrë parasysh. Kështu që këto çështje do të thotë absolutisht që nuk do të inicohen edhe nuk do të angazhohet për to në mënyrën qysh kanë qenë të ardhura në qeverisin e kalume, mirë po çdo inicim edhe i kodit civil, edhe i ligjeve siç ka qenë fertilizimi, ligji për gjendjen civile, kanë më qenë ligje që fillimisht do të kemi dakordim plot mes antarëve të koalicionit, në këtë rast PDK-s edhe neve si grupi deputetëve, pastaj të inicohet. Këto çështje janë shumë thjeshta kur ka vullnet me u rregullu, te kodi civil kanë qenë 2 nene që duhet largohen, edhe pastaj tjerat janë pjesë e lehtësimit të procedurave gjyqësore, sepse mbi 90% ajo janë ligje ekzistuese, nuk ka asnjë ndryshim nga ato të cilat implementohen edhe zbatohen. Thjesht nuk do të ketë martesë burr me burr në kodin civil, nuk do të ketë mundësi me ndrru gjinin
çdo 10 vjet që ka propozuar vetëvendosja, nuk do të ketë me lind fëmijë, fëmia mos me ditë kone ka babë, kone ka non. Do të thonë këto janë edhe kritere, edhe kushte, edhe do të jetë angazhim, sepse përndryshe nuk ka kuptim angazhimi jon politik. Po, ju një kom me një pozicion komod, kështu, do të thonë ju një kom pushtet, vota keni pos mjaftueshëm vetëvendosje, është bindja juaj që ju ka bëu me u largu. Nëse PDK-ja nuk i përmbush, veç edhe si përgjigje, nuk i përmbush premtimet e dhëna. Edhe bie ndesh ju shkarove vendosja. A largoni njëjtë prej PDK-s? Qëre, unë është shumë vështirë dikan që ka dalë, ka luftu edhe ka çliru vendin me dalë në mbështetje të këtyre gjëra. Lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë edhe për mbrojtje të familjes, për mbrojtje të vlera të familjes, të identitetit të familjes, edhe identitetit shqiptar të familjes. Nuk e kanë mbështetur as në kuvend kur kanë qenë. Bilem ka qenë vota e Mergim Blushtakut, e cila thuj se ka qenë ndërvendimtarët dhe ka qenë mbështetje shumë e madhe për neve në moskalimin e kodit civil. Ka pas edhe deputet që nuk kanë marrë pjesë në votim edhe me pas qenë në atë kohë dëshira për me shty këtë ligj, kish mujt edhe atëherë me mbështet edhe me votu edhe PDK-ja. Unë jo PDK-ja, po në këtë pikë, nuk ka as vend për diskutim e negocim, e lemo për çështje tjera saj për këtë saj çështje, janë qëndrimet prera edhe publike edhe private ndaj secilit, kështu që as nuk do të ketë tentativë për me bëj gjëra të tilla, sepse Kosovën e presin shumë procese përpara. Edhe duhemi me hecë në zhvillim, të fillu në aspektin e zhvillimit ekonomik, shëndetësi, në arsim, jemi në një kohë ku kemi krizë energjetike, kemi halle e derë të qytetarëve të po e lojnë vendin çdo ditë prej këtu, kemi probleme të ndryshme të cilat nuk do të duhej fare të ishin fokus të tema për të cilat qeverisin e kaluar na kanë detyruar të rreshtohemi edhe të barrikadohemi, sepse këto, domethënë, puna jonë profesionale ka qenë orientuar me krejt zërka, edhe jemi, edhe visarit, edhe gjithë në fushat e ekonomisë, fushat e financës, shëndetësisë, gjitha këto, se na jemi profesionistë atyre fushave. Ky ka qenë detyrim me u rreshtu edhe barikadu me çdo lloj kostoje, për shkak që edhe më e rëndësishme se arsimi, edhe se ekonomia, edhe se gjithçka është familja, për cilën domethënë duhet me pas secili prej neve prioritet. Po, në PDK për tema të caktuara ka mendime dhe bindje të ndryshme për të njerëz që janë brenda strukturës. A mendoni që ka me kon problem kjo? Unë s'kom pa pas një problem, deri tash do të thotë ka qenë një mikpritje edhe një hapje dyrve, domethënë pa asnjë lloj kurzimi, edhe për shkak i falenderoj edhe publikisht, me të thonë drejtën nuk e kom prit në këtë nivel konstruktivitetin edhe bashkëpunimin e tyre. Them shumë sinqerisht, për shkak nështë edhe të kaluam mes pak politike ku kemi kriju do bindje, mirë po absolutisht po. Edhe mu kanë habit, do të thotë, edhe me atë mundësinë edhe hapësirën cilën edhe na është dhënë në, domethënë, duke na pas si pjesë tyne të angazhimit politik, në situata normale çdo herë koalicionet ashtu duhet shifen, se koalicionet bëhen për me i bashkërëndu edhe për me pas angazhim për bashkë politik, jo veç për me përfitu njëri prej tjetrit, sepse nëse unë edhe në diskutime, kom thonë, edhe PDK-s, edhe sidomos PDK-s, sepse me këto dy kemi pas diskutime pak më të gjata, jo veç një takim, kemi diskutuar edhe pikat e programit edhe gjithçka. Nëse nuk arrijmë pas një koalicion që i besojmë njëri tjetrit, është mirë, mos me qit asnjë haptutje. Edhe nuk besojmë në vlerat përbashkëta, edhe nuk ka konstruktivitet, domethënë koalicioni as nuk ka me pas efektin elektoral, e as efektin përmbajtësor të qeverisjes. Kështu që nëse mendojmë vetëm me shfrytzuar njëri tjetrin, e përfundojmë këtë dhe hecim se s'kemi as kohë, as nevojë njëri tjetrin, se s'ka produktivitet. Humbom na dhe jemi në rregull, por që unë po e them, më kam befasuar edhe më vjen shumë mirë që ka qenë një qasje e tillë prej tyre, sepse natyrisht që ata janë subjekt shumë më i madh se sa organizimi jon politik, por që i vlerësoj dhe i falenderoj për krejt hapësirën edhe mundësinë që na është dhënë me jap kontributin edhe profesional edhe të ndikimit, takimit, angazhimit, gjithçka në këtë pikë, po besoj që ka me pas jashtëzakonisht edhe rezultate të mira,
edhe në aspektin elektoral, sepse kur ti fillon me pas kësi bashkëpunime cilat paktën deri këto momente janë konstruktive, absolutisht unë besoj që edhe produktiviteti apo aspekti elektoral ka efektin e tij. Po, e manë se cili subjekt një votuesin e vetë. Ju besoj keni kontaktuar dhe një taku me votuesin tuaj. Qysh e ka pritaj koalicionin me PDK-n? Natyrisht që kërkesë, domethënë, sidomos mbas një fushate të jashtëzakonshme që e kemi pas në zgjedhjet e fundit, edhe ku besimi i qytetarëve ndaj neve ka qenë, do thotë si të asnjë subjekt politik, ka qenë besim parimor, neve s'na kanë mbështetur dikush pse kanë menduar që po e punësoj ose po jep në fundime. Ka qenë mbështetje shumë vlerore edhe shpirtënore të dyjat për shkak që kanë besu në vlerat përbashkëta, në rrugën e familjes që ka qenë si kauz. Ka qenë, domethënë, në atë momentumin e parë që e kanë pa, ka pas të një pjesë të ushdasht me provu prap vetë me vazhdu, mirë po e rezultatin cilën e kemi pas neve na ka obligu që me pas koalicione për me arrit qëllimet edhe me shty kauzën tonë përpara. Shumica prej tyre e din qëllimin, angazhimin, sepse e dëshmon e kalumja jonë, domethënë sa na lëviznin prej parimeve dhe prej qëndrimeve për të ardhmen, askush s'mundet me fol, po foli kalumja si pasqyrë e veprimeve tona që i kemi bë. Thash edhe më herët, ajo është edhe garantu si gjithë shkafit për të ardhmen çka na veprojmë, besojnë prapë që do të qëndrojmë në ato vlera, për çka unë i garantoj që asnjëri prej neve as që shkon mendje me lëviz për aty në vlerave, sepse është diçka edhe e pakuptimt, edhe pa ndershme, edhe e dëmshme për vendin e për shoqërinë, por që ka dhe disa prej tyre që nuk mendojnë që kemi bo drejt që jemi rreshtu, është dash në rreshtu me diko tjetër. Të një pjesë menoj që ka qenë pak ma shumë euforie sa i momentumi parë, kur e shek kur pret që ka me shku dika tjetër, edhe kur ti pozicionuve se është një farë shoko, do uj, por që unë besoj që tash këto ditë derin me 28 dhjetor, është detyrë edhe obligimi joni që me i bind që kauza jonë është paja që ka qenë, angazhimi jonë edhe qëndrueshmëria jonë do t'jetë paja që ka qenë, edhe besojmë që në të ardhmen veç do të arritet edhe do të kemi shumë ma shumë efikasitet në veprimet cilat i bojmë, por unë shpresoj që mbas këtyre zgjedhjeve ta kemi mundësinë që të tregojmë profesionalizmin tonë në ekonomi, në shëndetësi, në arsim, sepse aty jemi shumë profesional. Kjo tjetra është obligative për neve çdo herë që dikush provon me cenu. Kjo është obligative, jemi apo si jemi në kuvend. Unë kom thonë që këto ligje edhe të qenë jashtë kuvendit kur s'keni mi kalu. Përderisa populli shumicë është kundër tyne, edhe ka njerëz cilë të angazhohen për me mobilizu atë mos. Domethënë absolutisht që brenda institucioneve është shumë e lehtë identifikimi çdo detaj, sepse shumicën edhe këtyre ligjeve kanë provu tinca me i kalu. Domethënë ligjin për gjendjen civile ku parashihet ndrrimi i gjinisë çdo gjet, ato fshehura që kanë provu. Ka qenë një deputet i cili mu më ka njoftu, sepse unë s'kam qenë pjesë ati komisionit për me pa atë material që ka ardhë, që në këtë ligjë, këtu shikojnë se është ka provohet me u leju ndrrimi i gjinisë, edhe ka qenë mobilizim brenda seancës, çështje 5 minutave që ne kemi nal herën e parë, edhe herën e parë që ka kalu veç për një votë. Me thonë, mas njëna kemi pas kohë me i informu edhe deputet tjerë edhe me i bindë, kjo s'bën me ndodhë edhe ka ra dikun në seancën e fundit, sepse ky ligj s'kemi arrit me rrëzu me shumicë votash. Këto e kemi ndalë veç me mosbamjet korumit. Edhe në seancën e fundit i ka marrë dikun vetëm 35-6 vota prej 59 që i ka pas në seancën e parë kur kam provu me dërgu. Fatkeqësisht aty edhe manipulohen shumica e deputetëve, edhe të vetë subjektit politik që i shtyn ligjet përpara. Këto debatet që i keni pa jashtë janë shumë më të vogla se sa debatet mrena, cilat i kom bë edhe të mënu me i bind, me u tërhek prej këtyne agendave cilat as si kuptoj, domethënë sepse një diçka që ka du me thonë që mu më ka irritu mas shumë dhe gjatë 4 vjetëve ka qenë kur deputet ke diskutu
për këto çështje, ka thonë që unë i ruaj fëmijën e mi, ky ligj të kalon secili le të ruan fëmijën e vet. Amo unë s'muj me kuptu që është një përfaqësues i popullit, menon që mundet me ja ofru qytetarit një ligj që ja shkatërron familjen e vet me rujt familjen. Ku ki me quf fëmijën në shkollë, ku ki me rrit fëmijën, ku ki me eduku. I pari që ka me u ataku është fëmija e yt si deputet, si përfaqësues. Në çfarë do lloj aspekti, sepse njerëz e dinë, flasin, mbahet, domethënë çati fëmijës kam i thonë që baba jote ka bëu çet ligjin. U martu burr me burr. Fëmijës tina kam i thonë parit, nuk kam i thonë fëmijës tem, se unë e di kom dalë kom kundërshtu publikisht. Amo ti që ja kalon fëmijës tonë një ligj tillë, edhe arsyeton se unë e ruaj fëmijën tem, edhe jena alamet deputet, profesorat të universitetit që unë kom pas diskutime. Unë ka ardhur me çajt, me pa, veç për shkak diskutimit që ata kanë pasur në këtë mënyrë. Domethënë fatmirësisht shumica prej tyre, sepse unë më i çujt edhe ignorant këtë fush, nuk kanë arrit as me u zgjedh deputet. Edhe shumë mirë që s'kan arrit me u zgjedh deputet. Unë se kam problem dikush që del publikisht, që s'ka asnjë vlerë, as morale, as etike, me dalë me mbështet, edhe me u zgjedh deputet, dihet kush është, kush don me zgjedh ato, le ta zgjedh. Amo dikush që del edhe fol si profesor, ligjeron në universitet, zgjidhet deputet, shifet si akademik madje, edhe me dal me pas këtë mendim që unë kujdesna për fëmijën tem, e qytetarëve vendit, po i servoj ligje të cilat ja u rrezikojnë familjen, është absurditet, është idiotizëm, është, domethënë diçka që vjen turp edhe me ndëgju se le mu me fol me dia. Po morëm një pozitë hipotetike, kështu një diçka hipotetike nëse vjen të ardhmen, ku vetëvendosja për dyke dolën e para, respektivisht e dyta, dhe duhen me bë koalicion mes vete. A vinë shprehje edhe kushtet e juaja në çet koalicion, edhe a largonin nëse vetëvendosja nuk i përfill çdo kushte që i keni ju? Unë më largu drejt për vetëvendosjes për këto kushte. Domethënë këto janë kushtet pa negociueshme. Domethënë çështja e koalicioneve, rezultateve, çështje pasgjedhore. Po këto kushtet janë, domethënë është kushtetut për neve e çfarë do lloj mbështetje, të çfarë do lloj koalicioni, qeverisje, subjekti politik, çka do që është. Këto janë çështje të cilat domethënë nuk muj me ndryshu edhe me u paraqit ndershëm me të moralshëm në këto pikë. Kjo është çështje domethënë thelbësore e angazhimit tonë, sepse po ajo që unë besoj në to që qytetarët, votues tonë e dinë qëndrueshmërinë tonë, por që neve na duhet edhe me diskutu edhe për këtë çështje, e mirë kuptoj edhe nga ana juve, janë parime të cilat nuk ka diskutim. E mani në fund, do bëjmë një pyetje pak më relaksuese kështu. Prej neve që jena jashtë politike, politika duket këtë gjas për Tiranë. Po besoj tash e din edhe më mirë atë. A ke pas ndër dilema, a je pendu që e him politike dhe a ke pas dilema për me vazhdu tutje? Nëse politikën nuk e merr si mision, nuk ka kuptim angazhimi. Domethënë politika shumë e rëndë, nëse e ki për një me, edhe e ki me sinqeritet, e ki edhe për mirën e përgjithshme, edhe për hir të Zotit. Domethënë unë për çështje tjera kur në jetë s'isha angazhuar në politikë. Mendoj që çdo sukses tjetër i karrierës, çfarë do lloj qoftë, anës aspektit financiar, qoftë aspektit të imazhit, qoftë reputacionit, gjithçka arrihet më lehtë, më ndershëm jashtë politikës se sa në politikë. Politika për njerëz ndershëm, për njerëz që e kanë derdh këtë vend, është sakrifica më e madhe që mundet me bën njeri. E bojnë gjithë për këtë punë, mbetet e secilit me vlerësu edhe me e bo, por unë nëse nuk kishte qenë për këto arsye, asnjëherë në jetë s'isha marrë me politikë, gjatë kësaj periudhe, jo që s'ju marrë me politikë sepse kom pas angazhime, mirë po kam qenë me kohë me u marrë edhe me familje, edhe me shoqni, edhe me punë tjera. Thonë drejtën ka qenë një relaksim edhe një diçka cilën absolutisht më ka mungu edhe gjatë kësaj periudhe më ka plotësuar shumë, sidomos çështja e familjes, për shkak që në politikë largimi më i madh ndodh me familje për shkak të aktiviteteve të angazhimeve, por që besoj që ka qenë edhe një dhuratë edhe prej Zotit më ia përkushtu edhe një kohë familjes pak më shumë në këtë periudhë. E shpresoj që në të ardhmen kontributin me jap
që aty ku kemi menimin, synimin, të mirën e përgjithshme edhe me ndryshu edhe gjendjen e popullit edhe me përmirësu krejt këto çka populli jonë edhe vendi jonë ka nevojë. Po, Eman, të falenderoj që pranove ftesën tonë edhe erdhën sot dhe për herë dytë, e po të uroj suksese të ardhmen. Shumë faleminderit, kënaqësi me qenë këtu, suksese juve. Faleminderit.